Përshëndetje miq të Histori Tifozësh. Në minutat në vazhdim do të ndiqni rrëfime të vërteta të historive të tifozërive që i përkasin tifozërisë të Tiranës. Në këtë episod do të njihemi me Muhamet Zaltën dhe dashurinë e tij për ekipin e Tiranës. Kjo është një tifozëri që i ka rezistuar viteve dhe sistemeve e është padyshim me shumë rëndësi për historikun e grupeve shumë vjeçare të tifozërive dhe funksionimit të tyre ndër dekada. Le të njihemi menjëherë me Muhametin. Muhamet Zalta është 60 vjeç dhe ka punuar prej 30 vitësh në oficinën e veturave. Prej disa vitesh tashmë ai ka shitorin e tij në zonën e Pazarit të Ri. Muhameti është baba i 2 fëmijëve, një vajze dhe një djali. Ai jeton vetëm në një lagje fare pranë qendrës së Tiranës. Dashuria për ekipin Tirana ai ka shoqëruar Muhametin gjatë gjithë jetës së tij, pasi që në moshë shumë të vogël ai shkonte në stadium me babain e tij për të ndjekur bardhë blu të qytetit. Fal memories së çelikt që ai ka, rrëfimet e tij janë të mbushura me detaje emocionuese që të bëjnë të përfshirë sikur të ishe duke i përjetuar vetë ato momente të cilat ai përshkruan. Ju ftoj të ndiqni Muhamet Zaltën në Histori Tifozësh. Unë jam Muhamet Zalta, jam 60 vjeç, jam tifoz i Tiranës, që në moshën 2 vjeç më ka marrë baba në stadium. Baba më foti në gjak tifozikun e Tiranës, ka qenë shumë tifoz me Tiranën dhe jemi shumë i dashur me njerëzit. Jena tifoza me Tiranën, se jena në Tiranca dhe baba im ka lypë me Tiranën vite 50. Tiranën që ku kom njët dhe kom djekë. Që jem 60 vjetë që fëmijë më ka marrë baba, bile më matë të quni gjajt, për të zatë më matë e karabicë, më mërë dhe stadium. Që fëmijë e kom pa Tiranën. Tiranën, ashtu e ndje, si kom ndje fillim fare, edhe të qim prap e ndje atë gluzën e Tiranës, shpirtin e Tiranës. Prap tifos si kom qenë, prap ashtu jam. Kam ashtu se vite që ka lema, që që ke pagu gjatonit, që 5 vjeç, shoqja se vite ke Tirana, bile kisha rasi që ka lemo 5 vjeç në zendin e gjumi, qifshe Tiranën që fëmijë, zë vitje. Pak muaj pas 11 shkurtit të vitit 1920, ku në Kongresin e Lushnjës qeveria e Suleman Delvinës shpalli Tiranën kryeqytet të Shqipërisë, Sport Klub Tirana u themelua në 15 gusht. Ndër institucionet e para të shtetit shqiptar që filluan të funksiononin në 8 vite që prej ndarjes nga sundimi 5 shekullor otoman, u shtua edhe një institucion kulturor sportiv. Gjithsesi, kjo datë nuk shënon zanafillën e zhvillimit të sporteve në Tiranë, të cilat i kishin rënjët më të hershme. Shumë prej familjeve të nderuara Tiranase si Petrela, Leshi, Kokonozi, Fortuzi, Çeliku e tjerë, i linin sipërfaqet e kopshteve të tyre enkas pa punuar për argëtim dhe për të ushtruar në kohën e lirë sporte të ndryshme. Kështu, nëpër të gjitha lagjet e Tiranës lindën shoqëritë para sportive si Dielmnia, Agimi, Shpresa, Pashovasa, Naim Frashëri, Mojsi Golemi e të tjerë. Nëpër shkollat e Tiranës në ato vite, veçanërisht në gjimnazin e shtetit, zhvilloi një veprimtari e dëndur sportive. Ishte profesor doktor Shefqet Ndroqi, një nga nismëtarët e krijimit të shoqatës Fryma e Re në gjimnazin e shtetit, së bashku me doktor Yusuf Dashi, profesor Abdullah Shehri, profesor Selman Stërmasi, Recep Maçi, Recep Luga e të tjerë. Kjo shoqat kishte për qëllim zhvillimin e kulturës dhe sportit. E fill pas krijimit të teatrit, u formua dhe skuadra e futbollit, e cila shpejt u bë e njohur në të gjithë qytetin.
Një grup djemsh të talentuar u bën baza e formacionit të skuadrës Bardhe Blu të Sport Klub Tirana. Disa familje tiranase që merreshin me tregti ishin shumë të vëmendshme ndaj veprimtarisë sportive të këtyre djemve dhe fal kujdesit të këtyre familjeve u krijuan disa veprimtari midis shoqërive sportive. Orëndreqësit e njohur Tufina organizonin her pas here kupën Tufina, ku fituesi veç kupës fitonte edhe një orë dore të markës Longines. Të njëjtën gjë bënte edhe familja Gjinali. Bashkë me kupën, fituesit fitonin edhe një kostum stofi të cilësisë së lartë Marzotto. Pikërisht në këtë pikë kulmore të veprimtarisë sportive, ishin pjekur kushtet e duhura që shoqëritë e vogla sportive të lagjeve të bashkoheshin në një klub të vetëm. Pikërisht kjo ndodhi në 15 gusht 1920, kur një grup intelektualësh tiranas me në krye Bahrie Said Toptani, Stefan Shundin, Anastas Koja, Anastas Shundin, Irfan Gjinalin, Reshat Tafalla, Jonus Tafaj e të tjerë u mblodhën në kafe Kursal, vendodhje të cilës ka qenë në qendër të Tiranës, gati ballë për ballë me godinën e bankës. Formuan Sport Klub Tirana. Pas këtij akti u hartua programi, statuti dhe u caktua emblema që i kishte rrënjët në bardhe blun e flamurit të Xhakut Toptanas. Të gjitha familjet tiranase, sipas dëshirës e mundësive, kontribuan financiarisht për Sport Klub Tirana. Në një mbledhje tjetër të zhvilluar pak ditë më vonë, nëpërmjet një shkrese të drejtuar bashkisë, konkretisht kryetarit zotit Fuat Toptani, njëkohësisht edhe kryeministrit të kohës zotit Sulejman Delvina, u kërkua leja për caktimin e një sheshi ku Sport Klub Tirana do të ushtronte normalisht aktivitetet e veta sportive. U bë e mundur nga zoti Toptani dhënia me qira e truallit në Shallvare, një fushë ideale me një drenazhim natyral. Skuadra e futbollit e kushtzuar nga mungesa e zhvillimit të kampionatit kombëtar i kishte paksa të kufizuar veprimtarinë e saj. Vetëm me takimet miqësore me skuadrat e Bashkimit Shkodran, Besën e Kavajës, Teutën e Durrësit e të tjerë. Përfshi këtu edhe ndonjë takim miqësor ndërkombëtar me ekipin e Çetinjës të Malit të Zi. Madje takimi i parë i Sport Klub Tirana me këtë skuadër, që është edhe takimi i parë ndërkombëtar i Bardhe Bluve, daton të jetë luajtur në kryeqytet më 31 korrik 1925 dhe ka përfunduar 1-3 për fqinjët e Malit të Zi. Bardhe Blut nisin grumbullimin e trofeve të futbollit shqiptar në vitin 1930 me 6 tituj kampion në 7 kampionatet e para. E më pas, Tirana i rikthehej titullit kampion në vitin 1965. Por edhe sponsorëve të ndryshëm për krahës, Tirana ka ruajtur një vijshmëri të mirë fitoresh e shpalljesh kampion ndër vite. Viti 1967, lunda Tirana me Dinamo nishe shumë shi. S'kishte vene, o të të runë të hypim, si pra të ku vene flamujt. E stadiumi Arena Dimema. E ishte ftofti modë. Dinamo i ndarë të bluzë aty të herë, Tirana i shplante me ujë aty, si isha as bluzë. Ishte një rreziku modë se ishte dhe po bishin poshtë, 10 metra. Shkoj në Avatash Tirana, boni gol me Bukaviku gol e tretë, gati ka 20 metra, 3-1 për Tiranën. Dinamo nuk ishte interes, po një konflikt bari ishka me Lorenz Varfin, Lorenz i 2 piqika i tufi dhe në brazoj 3-3. Aty babës i dole notën e se e deshe të Tiranën me shumë zemër. Ishte neshe shumë e bukur. Rallë, se Tirana pare ku ishte Dinamo 2-0-2-1, Tirana e kalon dhe neshe 3-2. Kjo ishte një rastësi që Dinamo parazoj 3-3 dhe për Spartakiat në 69-ën, kemi qenë 2-0 dhe ka parazu Dinamo 2-2. Elvis Sina është lojtar me më shumë ndeshje në kategorinë superiore për Tiranën me 392 takime në 16 sezone. Indrit Fortuzi është golshënuesi më i miri të gjithë kohërave i ekipit të Tiranës me 152 gola në kampionat dhe 10 kompeticione europiane. Sina është lojtari që ka fituar më shumë trofe me fanellën e Tiranës, plot 20. Më pas vjen Nevil Dede me 19 trofe, Eldorado Merkoçi me 17 trofe dhe Devi Muka e Ervin Bulku me nga 16 trofe.
Lojtarët më të njohur që kanë luajtur për skuadrën janë Selmaster Masi, Rizal Lushta, Naim Kuryeziu, Slave Lambi, Skënder Halili, Fatmir Frashëri, Panajot Pano, Ali Mema, Petrit Dibra dhe Shkëlqim Muça. Të me ndushe, baba nuk mori ka qenë fundi dhe thorit, e kemi në gjurë atje, ku bori kërë 2 bëtyqi, në dorën gjithë dot, ishim dhe dhe komshit ke shpia vjetër, me zore kena në gjuhë, edhe ishe këzimi mballë. Që fitoj Tirana, një gjohë me më radhje, ka i këtë zoni, ka i vinde radhjes, vinde 68, sa t'ju ndushes, sa kështë fillu më bo, Partizani pa të lujtë në fije, pa të fitu 2-0 dhe prishtë të neshin e Tiranës. Po Tirana e të gojë vetët edhe me 4-5 mungesa. Kena shumë emocione ku në Tirana, kom qej vetëm Tirana në qopë. I kam thonë gjithë, në kush dhe në të luj, po lujtë Tirana, kom qej fshof Tiranën, në të luj Juve Real, Barcelonën e, unë kom qej fshof Tiranën. Tjerët du me pa neshe tjera, e ti shofin. Ajo dëshira ime, ratë pa është Tirana, të tjerët një përmratë. Në 69-ën, ka qenë neshja bukur për Spartakiat, Tirana Vllaznia, sa t'ju mishe mu shplot, ka boj gol Ben Bukaviku, nënë se ka 25 metra. O shuti, nga liqeni ani. Ratë topin rjetë, mu ke hekri, u qatë topi. Këtaj nuk e din pak veta e din. Dhe Tirana boni prapë Ben Bukaviku me kokë, fitu Tirana 2-1. Edhe atë vit e mboni Spartakiatën duke rrap Dinamon me penalti. Duke ja priti Bujar Tafaj, Din Shekës edhe Qeshos. Tirana është gjoja me e shtrejt për mu. Në 70-ën kemi ongër dy njën. Tirana Partizani, nuk në loa i me hy. Stadente ishim portative, me zorë kemi hy. Ishte neshe të decisive, umi një mema penaltin, e qiti jashtë, shoj pjesa par 1-0 për Partizanin, shoj qyqin në prazoj Benqela, nga minutën e funit, nga 25 metra, edhe gëzimin bot 1-1, në të ko, 12 neshe dhe u shpallëm kampion. Ke shpia Benqelës ka qeni gëzimin bot, gjithë tifozat duke besu gjithë notën. Si isha vetëm, si isha me familjen, po është u shpreshën për Tiranën. Se kisha me zemër. Bine kishe raste, një tifoz i Partizani s'ma do t'i neshe 97-ën, i Ben Andoni, pa dërmën më thë, uri ke gazetaret. Edhe u të të rohë ula, fitoj Tirana 1-0, boli gol Fortuzi me penalti, nga një ka porta liqenit. Edhe i kishe qef, u këthy dhe i e ktheva në te, e ktheva dhe me qik me Tiranën, që jo tifoz i Partizanit. 82-shin, kom qenë Karshin, isha dhe ushtar, ishte baba modhe, a ditë bile martonte dhe shoku im tonë zekti vlajnë, shkoj 3-2 për Dinamon, u morzitëm shumë, shqyqyrë barazoj Benminga 3-3, u fari krosi Milanit, u dhe D'Agostini, nuk pa që ishin takat dhe Alit Gegës, i rake takat me kokë dhe më rjetë, u bo rjetë a gjithë gjak. Ta shqipë Agostinin, kolën gjithë gjak, shonte mjeku me mjeku, nuk pyste fare, ashtu e vazhdoj lojen. Ishte rritar shumë i fort. E deshe Tiranën me gjithë zemën. Ku ishte 3-2, thoshe ti shokut, kjo dasë, po vim dasëm. Ajo u morzit, po shfitoj Tirana. Ma të e shkum dasëm, që fitoj Tirana, e ka nuk shumë mirë. U kap kam ka Tiranës bjellë e terë. Tirana është klubi më i dekoruar i Shqipërisë, duke fituar gjithsej 52 trofe madhore zyrtare. Ndër rezultatet e arritura të Tiranës mund të përmendim 27 trofe të fituar në kategorinë superiore, 1 trofe të fituar në kategorinë e parë, 16 trofe të fituar në Kupën e Shqipërisë, 11 trofe të fituar në Superkupën e Shqipërisë dhe titulli finalist në Kupën Ballkanike në sezonin 1981-1983.
Kur disha në Gjiro po bënde 4 orë. S'më leshin tifozot. Gjiro fillon ke xhamia deri në bulevard gjithë, e bosha për 4 orë. S'lete tifozi Partizani Dinamo i kujtishte pa më sjaru për sportin. E deshin gjithë nga mu sjarimet. Nuk i deshin ka tjerët. Kështu është ku e që i tifoz shumë me Tiranën, se të po për vete. Që është bluzja shumë e rëndë, bluzë e bardhë e blu. Najti ka qenë drejtaj shumë i mirë. Ate e di në gjithë. Bile me tho Florino Bergjani, ka qenë mosha 15 vjeç, dhe i para këto ma bjeke Partizani, dhe unë kisha dëshirë me quke Tirana, a ne nuk e qoha ke Partizani. E kom pas shumë litan mirë, këte e kom pishmon, këte e di në gjithë, këte e di dhe mërëndesh Anglis, e di dhe presidenti Trumpi, e di në gjithë, e na Einsteini, edhe tifozë e Partizanit, me që i kom të miqtu, Dinavës e gjithë. I sekretar, kapiten skuadre, që në moshën 7 vjeç. Kemi po sakrificat noja. Hy me trena, shko me makinat rastit, me motora në përrethe. Dy njën kemi jakë. Të ndjek të që është rahat, të që ndjek me që dush, me në avion personal vini. Shko shive Tiranën. Lutë Tiranën me Dinamo në Bilisit, unë servisa ke stadiumi, quni me 21 spital, unë isha operu për vete, shokëm thoshin ikë ke spitali, që i pëquni veti isha pa qef, hajtë më shqy që fitoj Tirana, 3-0, kualifiku me penalti. Stadiumi nuk ka lezet pa tifoza. Ne të bëhet e qikë, dhonë, sa lezeti jo, ne thyrë dhe stola, 20 stola, sa dhe në tjetë nuk kam të thymo stolat, sa dhe i tjetë kam të gjegje, që kështë stola ble me lek. Po pa tifozik nuk ka lezet. Për mu, se o thyrë stolat, gjë e modhe, do përmisohen, ka nëse ku lutë Tirana Partizani Tirana. Pse? Jam i që kim puç, duket vetje si në që uj. O thënë së tonë e thënë. So thënë, mos të gjujnë në fush. S'kam punë me arbitrin, me i gjujtë edhe me kundërshtarin ose me futbolistët e tjerë. S'kam punë fare as me qisha, as me njo. A është gabim për mu. Tifozat, ka i që i lezet. Do të bëjnë, masani do binë. Se akoma adolescent dhe do fillon e të binë. Sa të e në shok, që kemi qenë e shok e në ato. Do binë. Që do bëjnë? Do luftone? O thuj stola, ta thosht e shpa. Po ne thuj edhe 50 stola, 100 stola. Dhe stola do binë. Për ka nëse, ne shive pas e gjumë. Tirana Partizani 20.000 veta. Lutë Torinot, 8.000 veta. Tirana Partizani 22.000 veta. Kam shku dhe kam ba, me gjithë botën 70, ku mojë Tirana kampionatin, fitoj Tirana 5-0, ishëm që ka shi, i bonik 5 golet s'ka në hyka. Dhe si në mos motra 2 dhe shumë tifoze. A i kurive Tirana e në të qiqa. Se shuna e në baba, ka qenë tifoz me zemër dhe mërëcin e njëzve. Kur lunë të Tirana, kishëm i shpinë e vjetë dhe ka lidemi, kjo do begu, gjithë dagja, i ditë për para, duke e përshnet. Se kisha o mërëcin. Gjithë njëzve dhe do të Partizani Dinamos, e respektoshin shumë. Që ishe njëri i omëll, dhe desh Tiranën me zemër. Jo me desh njëri me të kalume. E desh e shumë atë bluzën e Tiranës. Sa dhe vetë kishe luj, edhe respektoshin, si ishe njëri shumë qëtin. Edhe u ma shumë për babën këmë dalë. Duo shumë, se ka qenë tifoz me Tiranën edhe njëri që na ka rritë në mënyrë shembullore. Në stadium pa babën është me vështirë. Kishe lezet ku shkosha me babën në stadium. E si të mosh ku shkosha në tribunë rradha 3, karija 34, se ne pa thonë abonen me shtry madha. Ishe lezet i modhë. Babën e respektoshin gjithë, fusën e i bete, në i shaka. Ishte i omër me gjithë. S'kishe të dhime, ishte me Partizani me Dinamo me Tiranën. I bëndë e gjithë, i kishe gjithë miqë, kishe shok. Ishe lezet i stadiumit. Ishe omërcina stadiumit. Pse do të thush ishe omërcina? Se për herë, gjithmonë thonë dhe fjallë të mëla, fjallë të mira, nuk e thonë dhe tjetit kur, fjallë e keqe. Ishe njëri që bëndë vetëm nere. I kishe qef ato, njëzit dhe ku i shifte mirë, do t'i shifte dhe ma mirë. Jo, njëri shumë i rralë, të tha që je vetëm për babën këmë dalë. Për vetën ti me mu, bëne i përshtypje, se
sportet i majmen dhe dhe kampionatit para 50 vjetë gjithë botës. Jo, kampionatit Tiranës, i di Neshe dhe Shkëndijës, Dinamos, Shkodrës, Durrësit, Partizan, si kanë lytë lojtarët, i di gjithë, fushat. Lagja Mihal Grameno në Tiranë i përket njësisë administrative numër 2 në kryeqytet. Lagja dhe rruga Mihal Grameno mbajnë emrin e politikanit dhe nacionalistit shqiptar, i cili ishte një nga 4 delegatët e dërguar nga Korça në kongresin që shpalli pavarësinë në vitin 1912. Kjo lagje mban në gjirin e saj tifoz të 3 skuadrave: Tiranës, Partizanit dhe Dinamos. Tifozëri këto të zhvilluara krah për krah me krijimin dhe zhvillimin e këtyre ekipeve. Edhe në këtë lagje mbizotron fryma e mirë kuptimit të tifozërisë së kundërshtarit, ndaj nuk janë shënuar incidente mes tifozëve. Ma meni Neshin Kavaj se tim së mbyte, kom qenë 3 vjeç, shu ti thonë njerëzit, si ma men 3 vjeç, ajo s'lun ti, lun të Tirana në Kavaj, ke fusha vjetën. E ma me kom qenë me babën me Gjajën, baba ma ndë e këshu, edhe ishe shumë që ishe ftofët, 1-0 për Tiranën, është memoria kështu 3 vjetë, ma men, bo një gol bari ishka, shkoj Nesha me shtejës, masaj me penalti, Tirana lun dhe me blu se blu, se s'ka pas bardhe blu, ke viti 63, mas viti 66 i mori bardhe blu. 5 penaltit i gjyti Ben Bugaviku, për tjetë neti Limema, kurse për besën e Kavajës i gjyti Bitreqa, i humi i priti Limema, dhe Tirana ishte gëzimi madhë. Habite njerëzit 3 vjeç, 5 vjeç mësa ne, kë kemi morë kampionatin, dhe se gjumi Sërmos të Mosi, ka bërë gol Limema, me Sadakin, bilu qarjeta, 5 vjeç i ma imben gjithë, se është tur më lafdru, po ne ka dhonë zoti këtë dhunti e i majmen gjithë. Mori të nga kampionatin, po i qudia modhe, një sotir se fere në dhe me blonën. Si e i, për pak se në barazoj 1-1, sotir se fere, shqyri i Skenera Lini me Revishat e gjithi topi njështë. Dhe të 290 torë, lunë e Tirana me Shjaku në Shjak. Edhe shkova atje në stadium me qune tezës, Rafmet Pas ka vdek para 2 jave, salit i rëdhisin. Shkoj 1-0 pisa parë, bomi pup gjohë si gol. Fidoj shiu madhë, unë u verë dhe qikë. Stadiumi, fusha sportive, Tofik Eshari, ishe mu shplot. Quni testim, ja bondi i shkreti. Prej me e thonë i shala, parazoj Tirana, fito Tirana. Parazoj Tirana 1-1, 2-1, 3-1, fitoj Tirana. A i më kapin qafë. Hera pa që u bëndë të kuthë që jakë, u bëndë me mu. Ka qenë shumë një u mirë. Prej me, ka me komën e ca neshe tjere ku lutë të Tirana këtu. E desha shumë fort, për jeta kështu e paska. Se në atë kohë isha dhe ushtarë. Neshe në dytë pasanej, me masi jave, fitoj Tirana 2-0 qytetë Nxësve. Ka bërë një gol Sulmema me penalti dhe një gol e Kursi Kola, një gol krye vepër. Po të them ne gjëna tjera, ka do shumë, me i fillu qytë 3 vjeqe, 5 vjeqe, me i fillu i sinat e sportit, ti them gjitha, po duhet shumë, duhet me net me javë, me i fillu gjitha, që Kalama, që kemi qenë Shkodër, që vite 74, kemi qenë më Shkodër, lutë të Tirana me Shkodër, në Rafi Vllaznia 1-0 në ka bëgun Sapabisi, gjende ishte vështirë, edhe me hongër s'kisha lejmë, mos i përmenim ato gjëjna, me zonë mas Neshjes, kemi sa rysha gjëjnë me hongër, shumë e vështirë. Shumë e vështirë atjem, Shkodër. Shkodron ishin mikë pritësa kështu po, qëtë boshin, u ka dhiku madhë. Kemi shumë e burë motës edhe i Rafet Past, me Suat Cismen, me lull Vropshin, e kena bërë të rrugë 8 orë, kemi hongër 2 njonë vare. Stadium, Tirana në atë kohë nuk isha ishë mirë, pa të një gjithë drejtarët, fësër Vllaznia 1-0, që minon Neshe në Korç, në 77, me 22 tetor, thonë që Korçarit e në turd, jo me jo, që në ishë turd, ka tifozë që e shumë, i kom thonë e ne, kam shqytë dhe në gazetë, kujtoj që vetëm, jo, kemi hongër 2 njonë,
Prapa ty në Rafi 2-0 Skënderbeu, ka bëj gol Xhambazi, gol Kërqic, në barrete kështu shoshim si na sulmoshin e Tiranës. Kur i gjom që kishin me gjitha ne ka shoshim. I di gjitha me historina. Mos thot ka njerëzit se ka sa tu që thonë nga ka desh, nga ka desh. Asnjë, vetëm një arbitër e ka desh. Një Gardalin, është një ansor, kam bëj Alia nga Durrësi, ai ishte Flori, ai arbitoj arbitër 4-5 leqe Tiranës, së arbitroj mo. Asnjë arbitër se ka desh Tiranën. E deshin 2-3 leqe, mas e mire bishin pre ekipeve tjera, sun, me thonë në golet që e në dhu Tiranës, nuk nëmrohen golet e në dhu, edhe ka besi fushës, edhe këtu i hik ti dibra 5-6 vetëve, s'parrohet gol, një nëllim, sa pret menja. Një gjo, tifosi Tiranës ka qenë Hidri nga Miloti, e me ka qenë Fion, rride ke tribuna A, ishte ka Miloti, Hidri dhe rride ka rada një karika 18 ke tribuna A me bluzën Tiranës. Bravo i qoftë, vinde me makinë të rasit, me bicilet, kishte rast edhe vinde në kom. Ishte shumë tifos me Tiranën. Në vinde në 73, në 28 dhjetor, kur Rafi Tirana vllazim në Shkodër 3-2, Hidri ishte magazinjer, i futi rritarët e Tiranës, i dho mollë portokalli, e furnizoi Tirana Shkodër me robur atëherë, edhe mas 3 ditësh Hidri në këshin e këpër pune. Unë nuk i njoh njerëz të vetë, kisha qenë ti të koshat pise i kafe, se ka qenë tifos shumë e Tiranën, nga rrete. Në 68-ën, i thosha shokve, ore, kam qenë portative, lutë Tirana Partizoni, majmen një tifos, ke tribuna ka ndru jetë. Kur më vërtej vjetë erdi i goca vetë, e ishte ke këllest, baba këllest e kam bjemi nga buri, po dona e ka jati, po tho, kuj dike dhe ti tho, bravo i qoftë atit, para se të viste, shkoj stadium me pa Tiranën, për mu këto una bitin, si s'vjen e njoni me thonë, ore, kush e të tifosat Tiranës, me shpia, me gjojna, që unë i njofë shumë mirë, ti përmenim, s'ka në si qo inxinjer, qo doktor, qo profesor, duhet tjetë edhe klasë punëtore, se ka thonë shumë për Tiranën. Tribuna A kështë lezet, atere, kështë lezet u vishin njerëzit me kostume kollare, me gjaketat bukra, kështë lezet kur tiri tribuna A. Ti përmenim gjithë për deshe, duhe vëllu ka daja Sush Sarovës, Balashi, Med Moqi, Med Arabara, grupi Nikuqit, Bersër Moci, Syqi, grupi jonë, kemi qeni tufi aty që vishim këtë tribuna A dhe shifshim Tiranën. Ka qenë Tofik Mancaku, ka qenë shumë tifosat jonë, Hidri, ka qenë aky Dik Seferi ka qenë me i modhin botë. Dik Seferi, t'ishte Tirana 5-0, t'ishte 10 minuta loj, e ku këthejnë dhe nga mrapa, ja bëndë dhe shqip një kronometrin. Po drithe me pa neshet. Nuk e shqip të neshen fare. Dhe 5-0 ka qenë Tirana, prap shqip një kronometrin, thotë. Ka qenë tifos, bo, prap, asho është tifos. Që është 8 sa vjeç. Edhe këqunet i ka shumë tifosa me Tiranën. Që ka linë quni, që një quni goca quni, ja bleva direkt bluzën e Tiranës, edhe goca qunit, bile pardje erdi këtu mojë top Tiranës, e kom 2 vjeç, Tirana se, Tirana fakt po, du t'i lunde, klajti du t'i lunde pa tjetër me Tirana, se qunin e ka pas shumë rritat mirë. Kjo është e qik pengu im për qunin. Aty, që që është gjithë për Tiranën, gjithë familjemi, gjithë fisime janë me Tirana. E din ato. Nipat, së nipat, kalemojt dhe motrave, gjithë me Tiranën një bo. Edhe me bluzët Tiranës, e gjitha veqet, po dolen ato direkt, shkoj plenë bluzët e Tiranës, shallat e Tiranës. Jenë bo tifosa të smurë fare me Tiranën, qajnë për Tiranën.